Parat në një stëk zbulohet vila e prostitucionit në Durrës, arrestohen 4 kinezë. Një vilë 2 kaçe në qytetin e Durrësit e përshtatur për ushtrim prostitucioni është zbuluar së fundmi nga autoritetet e rendit. Policia ka vënë në pranga 4 shtetëse kineze, ku njëra prej tyre ishte organizatorja, ndërkohë u shpallur në kërkim bashkëpunëtorja e saj, shtetëse angleze. Në këtë veprimtari të palishme rezultojnë të përfshirë edhe 8 shqiptar. Siç shihet edhe në një video të publikuar nga Blut e Durrësit, janë sekuestruar shumë parash që kanë qenë të fshehura brenda stekëve celular apo karta banke. Si rezultati i këtij operacioni në lagje numër 13 plazh Durrës, arrestimi i shtetases kineze F, 46 vjeç, për veprën penale shfrytëzimi i prostitucionit, e cila dyshohet se ishte drejtuese edhe organizatore e këtij rjeti prostitucioni. Gjithashtu arrestuan 3 shtetase të tjera kineze, LM 55 vjeç dhe LX 49 vjeç dhe ZH 47 vjeç për veprën penale prostitucioni. Në kuadër të operacionit u procedua në gjendje të lirë për veprën penale prostitucioni 2 shtetase kineze dhe 8 shtetas shqiptar. Gjithashtu u shpall në kërkim shtetësja KP 46 vjeç, banuese në Mbretërinë e Bashkuar e dyshuar për veprën penale për shtatje ambienteve për prostitucion, njoftoi policia. Ndërkohë, vijojnë hetimet pasi dyshohet se ka shtetas të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari, që dyshohet se qendrën e ka jashtë vendit nga ku kryeshin telefonatat nëpërmjet call centrit.